Vetë Silvinio ka lënë gjithçka të hapur për të ardhmen, por duke qenë i qartë se e sheh veten si një trajner që nuk i vendos limite vetes se ku mund të drejtojë në të ardhmen. Në një intervistë për Bola Quadrada, ai është ngacmuar edhe rreth kësaj teme dhe braziliani ka theksuar se në korrik do të ulet të mendojë mirë bashkë me stafin se çfarë do të bëjë, por duke insistuar se ka situata të favorshme përpara. Pas përfundimit të këtyre dy ndeshjeve, më 26 dhe 31, kemi një kontratë deri në fund të Kupës së Botës. Shpresojmë të arrijmë atje, është një situatë e paprecedent, e vështirë, por jo e pamundur. Dhe pas kësaj, kemi plotësuar 3 vjet e gjysmë me federatën, një punë e ndërtuar shumë mirë nga ana e federatës dhe nga ana jonë. Është një grup teknik me një bërtham shumë ndërkombëtare, unë, Doriva dhe Pablo Zabaleta, një argentinas. Ne të tre sjellim përvoja shumë të ndryshme dhe pastaj, me thelbin ton dhe autenticitetin që nuk mund të humbas kurrë, arrim ta marrim dhe ta filtrojmë atë në fushë dhe atë që duan nga lojtarët, diçka shumë interesante. Unë jam një trajner që nuk vendos kufi. E kuptoj që ekziston ky grup teknik ndërkombëtar, e shoh veten tashmë si një trajner brazilian, natyrisht, por që është duke stërvitur në Shqipëri, ka stërvitur në Francë, ka stërvitur në Brazil. Me pak fjalë, shoh përpara. Shoh situata shumë të favorshme për ne si grup, por edhe për veten time. Do ta shohim. Pas Kupës së Botës, ndoshta, më në fund do të duhet të ulemi dhe të mendojnë. Cikli me federatën ka qenë i jashtëzakonshëm, e përsëris edhe marrëdhënia me presidentin e saj ka qenë e shkëlqyer. Le të presim derisa kjo kontratë të përfundojë në fund të korrikut dhe që atëherë tutje të ulemi dhe ta rimendojmë, ishte komenti i Silvinios.